Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. 5 gjëra, 5, duhet t'i bësh nëse nuk ke dëshirë ta vizitosh psikologun. Numër 1. Mos u avno mendjen, mos e lodh mendjen me thashë thëme. Tha ai, tha ky. Mos u avno mendjen dhe mendjen fjalëve boshe. Pejgamberi jonë alayhis salam ka thënë, njëra nga shenjat e fetarisë së mirë, e islamit të mirë, tek një njeri është kur ai heq dorë nga ato çështje që nuk i përkasin. Çka do që s'të përket, nuk duhet as me ditë. 2. Mos e mbaj mendjen te e kaluara përveç për të mësuar prej saj. Mos rri vazhdimisht në kaluarën. Pejgamberi alayhis salam thotë, mos thuaj sikur ta kisha bërë kështu, do të ndodhte kështu. Sikur mos ta bëja, ndoshta s'do të ndodhte. Thuaj, ishte caktim i Zotit, Zoti bën çfarë të doj. 3. Mos u përqendro te ajo që ke humbur, që të mos humbasësh atë që e ke. Shijaj atë që ke e mos i moj met ajo që nuk e ke. Pejgamberi unë ka thonë, shikoni ata që janë më poshtë se ju në çështjet ekonomike dhe mos i shikoni ata që janë më lart se ju, që të mos i nënçmoni dhuntit e Allahut ndaj jush. 4. Mos e krahaso veten dhe jetën tënde me jetën e askujt në këtë botë. Allahu na ka falë të vetëm dhe ai thot në Kur'an, dhe të gjithë do të vinë tek ai, Allahu, ditën e ringjalljes veç e veç, në mënyrë individuale. E 5. Mos e ngarko veten me gjëra që të lodhin dhe nuk i përballon dhe nuk janë në mundësinë tënde. Ajo që nuk e ke në mundësi, nuk është detyrë ose nuk ngarkohesh nga Allahu i Madhnueshëm, sepse Zoti thot, Allahu nuk i ngarkon askujt për te mundësisë së tij. E paqit një ditë bekuar.